Edi Rama foli në Beograd për Kosovën, tha se Trepça është pasuri e këtij vendi, tha se Serbia duhet të kuptojë këtë gjë, por deklaratat e tij sado që thumbuan homologun e tij serb Aleksandar Vučić nuk u pritën mirë nga një pjesë e politikanëve dhe opinionistëve në Kosovë. Megjithatë, edhe për ta pati kundërpërgjigje, si brenda në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. Debati u ashpërsua nga deklarata e ministrit të jashtëm Enver Hoxha dhe një televizioni në Maqedoni. Kosova është shtet i pavarur, sikurse çdo shtet tjetër në rajon, ndërsa Shqipëria nuk është një aktor global, sikurse SBA-ja apo BE-ja. Prandaj në raport mes Kosovës dhe Serbisë, natyrisht që kërkojmë mbështetje amerikane dhe natyrisht që kërkojmë mbështetje evropiane, me që këta kanë edhe instrumente që ushtrojnë ndikim. Ndërsa çdo bashkëpunim që mund të ketë Shqipëria në rrafshin ekonomik është çështje bilaterale mes Shqipërisë dhe Serbisë, kishte deklaruar Hoxhaj. Ishte gazetari publicisti Blendi Fevziu nga Shqipëria që supajtua me këtë qëndrim. Ai konsideroi se ideja për krijimin e dy kombeve të ndryshme është tejet e rrezikshme. Por drejtuesit e Republikës së Kosovës duhet ta dinë që ka dy shtete shqiptare, por ka një komb shqiptar, një komb që përfshin edhe qindra mijëra shqiptar që jetojnë sot në Maqedoni, Maltezi, Preshev, Medveç e Bujanovc. Një komb identiteti dhe historia të cilit nuk nis as në 1989 dhe as në 2008, por disa mijëra vjet më parë. Tentativa për të krijuar dy kombe të ndryshme nuk është e dështuar, por tejet e rrezikshme. Ndërsa pas këtij shkrimi reagoi publicisti nga Kosova Halil Matoshi. Pra opinionistët mendje shkretë të Tiranës, njëjtë Tadiçi, Daçiçi, po mendojnë se nuk ka kosovar, por vetëm shqiptar të Kosovës, si pakicë etnike nën Serbi që do t'i bashkohen Shqipërisë, kurse serbët me veriun e Kosovës do t'i bashkohen Serbisë. Shkrimi i Fevziut nuk dallon asgjë me qëndrimet fashiste të Beogradit ndaj kosovarëve dhe Kosovës, dhe si për inat të Fevziut, kombi kosovar po e tabulohet dhe po maturohet. Por çka thonë qytetarët për këtë gjë? Ai është shqiptar, jemi një komb, ai është dëshon të na mbron neve shqiptarëve në çdo pikpamje. Prandaj aty edhe përpara kur ka qenë atje në Serbi, ka thonë ato fjalët. Kjo është Edi Rama një ndihmë e madhe për Kosovën, që ka folë për ditët që po nëpërmes televizionit, ose besoj që kjo ndihmë më e madhe për Kosovën është, se një ministër i joni, një kryeministër që kemi, nuk ka dalë me thonë në opinion me thonë për Kosovën, por që po interesohet Edi Rama për Kosovën. Nështë i ka folë diçka për veti, diçka për neve që më përmenje, diçka për veti, diçka pat një farë marrëdhënie, diçka bashkëpunim bashkë me ta. Po du më honën që më shkurt, po më duket 2 herë për veti e ne për neve. Kujtojmë se edhe në vizitën e kaluar të Edi Ramës në Beograd, kishte përmendur çështjen e Kosovës, duke thënë se Kosova tashmë është shtet që Serbia duhet ta pranojë një realitet të tillë, deklaratë që kishte zemëruar udhëhecit nga Serbia.